Miftinia e Shkodër ka organizuar ditën e sotme ceremoninë festive të përërimit të xhamisë së re të Tophanës, një investim me rëndësi të veçantë për besimtarët musliman. Ndërsa falendëruan investitorët, përfaqësuesit e Miftinisë Shkodër u shprehën se kjo xhami nuk do jetë vetëm një vend falje, por edhe një vend i përcjellës së vlerave të paqes, harmonisë dhe solidaritetit mes njerëzve. Xhamia e parë e Tophanës është ndërtu këtu e sheku i madh përpara në një ditë Ramazani. Është hap në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Tophanës hapet sot me një Rabiul Awwal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu azza wa jall ja ka bën nasib kësaj lagje edhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stinë të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Kam ndenë dhe kënaqësinë që sot ndodhem këtu në përurimin e kësaj xhamie, këtij objekti kulti i cili dëshmon qartë, jo vetëm nga ana fizike, Zoti është përbleft atyre donatorëve, bamirësve, të cilët ne nuk i njohim në kuptimin se kush kanë dhënë prej tyre, por ato e kanë dhënë për kënaqësinë e Zotit dhe do ta gjejmë në botën e përteme, përtej pjesës fizike dhe bukurisë së saj, për të gjëra të tjera, xhamit janë vende të cilat adhurohet Zoti, përmendet dhe falenderohet i gjithfuqishmi dhe janë vende edukimi. Edhe në ditën e sotme, kur shohim që ndërtohet një xhami e re në botën islame, në trevat shqiptare, në Shkodrën tonë, për ne besimtarët është një gëzim i veçantë. Është një gëzim, na gëzohet zemra. Ashtë më tepër ne shqiptarëve sepse nër vite na është djeg zemra ku ne s'kena mujt me pa asë një xhami të vetme. Alhamdulillah, falë mirësisë të Allahu xhaleshanuhu, erdhi dita që ne jo vetëm të ndërtojmë xhamia tona, por edhe t'i gëzohen atyne. Aziz Al-Haj, s'ka dyshim se nuk ka lumturi më të madhe se sa të realizojmë ndërtimin e një xhamie, mbi to ndërtimin e saj. Por akoma dhe më të lumtur jemi kur të dëgjojmë për historikun e kësaj xhamie, sikur se përmendui dhe muftiu i nderuar. Në ndërtimin e tyre ka komponentë të shumtë në përbërjen e një xhamie, ka kollona, mure dhe shumë gjëra të cilat të ofrojnë një relaks, një qetësi. Por qetësinë e vërtetë xhamia nuk ta ofron në këto kushte, por ta ofron në qetësinë e shpirtit. Ti mund të vish nga jashtë me problematika të ndryshme dhe në një çast të vetëm i zgjidh dhe zemra jote qetësohet këtu. Umuru kullaha al-mu'aqqada tuhallu dakhil al-masjid. Ky projekt u bëi mundur fal mbështetje dhe financimit të një organizate humanitare nga Katari, cila ka realizuar ndërtimin e këtij objekti kulti, kaq të rëndësishëm për besimtarët musliman.